e ndjejmë deri në palc vlerën e pachmuar të Europës, të qenit evropian dhe nga ana tjetër të pasurit mundësinë e të jetuarit në Bashkimin Evropian. Dje ne patëm një ngjarje të shënuar për Shqipërinë, e cila do ishte pa imagjinueshme deri pak vite më parë, preludin e Kongresit Botëror të Ligjit që do të mbahet vitin e ardhshëm pikërisht në Shqipëri. Një platformë që buron nga një histori jashtëzakonisht e bukur edhe kuptimplot, e shkruar nga njerëzit e ligjit, të cilët janë bërë bashk dhe i japin përmes kësaj platforme zë nevojës themelore për sundimin e ligjit. Kongresi Botëror i Ligjit vjen në Shqipëri pikërisht sepse Shqipëria është bërë një pikë referimi në bazë të shprehjes së një vullneti të hekurt për të vetvendosur nën sundimin e ligjit, duke bërë një reformë në drejtësi, e cila nuk ka të dytë në rajonin tonë, dhe e cila është shpreha më kuptimplot e angazhimit tonë për ta bërë Shqipërinë jo një vend që të shkojë në Bashkimin Evropian, po një vend ku Bashkimi Evropian të bëhet